është 45% ka mundësi me pas shumë ndryshime, po në këtë fillim po shihet që një numër i kandidatëve për deputet të cilët janë përkrahur prej Bedri Hamzës janë në 10 e parë për momentin. Edhe befasi me thonë drejt është Arjan Tahiri, po këtu ka ndiku edhe paraqitja në media që është njëri ndër faktorët kyç që ju ka dhënë hapësirë shumë më shumë Arjan Tahirit në media dhe për atë ka marrë vota edhe jashtë regionit prej nga vjen, po gjithashtu edhe regioni prej nga vinë deputetët. Befasi tek vetëvendosja, nuk po them që është befasi, po është në numër 11 për shembull Shqipe Selimi. Shqipe Selimi sa është befasi? Nuk është. Ajo ka qenë lartë, vazhdimisht. Vazhdimisht për shkak të konsistencës që e ka pas, edhe pse nuk ka pas shumë deklarata ose shumë aktivitet politik, po kurdo që ka dalë, në media ka dalë shumë konsistente në qëndrimet e veta dhe mendoj kjo ju ka vlerësu, po në jetën ku edhe që është bashkëshortja e zotërisë Selimit që është në Hag. Ne si popull mendoj që shpesh herë kemi tregu që jemi pak më bujar me, si them, mos ta quaj kështu viktim, po njerëz të cilët kanë qenë të sulmuar nga anë të ndryshme. Gjithashtu edhe Ilir Kërçeli, për të njëjtën arsye, përveç aktivitetit edhe paraqitje shumë të mira në media, mendoj që është Kogja befasi, kur e sheh që radhitet në numër 12. Do të thonë krahu Glaukut vetëvendosja po forcohet. Si duket, unë nuk di për krah mrenda, ndoshta Ilir me që ti ke qenë aty e din, po sepse tek më spaku te vetëvendosja ka shihen krah. Ndërsa